Dhe ne për një periudhë punojmë në të njëjtën ndërtesë. Unë punoj në katin e 19, ai punonte në katin e 21. Dhe kështu u takuam. Ashensorët në Kinë janë gjigante. Është sikur të futesh ku diun në një autobus shumë dhaja, hapësira shumë dhaja. Dhe kur ti shikon dikë që të ngjan, në kuptimin e fjalës, pra janë të gjithë aziatik dhe shikon një të gjatë, i gjatë edhe europian, po them ne përshëndeteshim, filluam duke u përshëndetur, derisa një ditë Giuseppe shkon tek zyrat e mia dhe lë vetëm kartvizitën e vet. Dhe kartvizitat në Kinë kanë pasur vetëm QR code, një kod, pra po nuk kanë pas të dhëna. Dhe unë e skanoj kodin edhe shikoj një foto, a ishte me kurriz, dhe unë se dalloj dhe vetëm i shkruaj që më fal, po më keni lënë një kartvizitë, është në lidhje me punën. Jo, thot, jam ai djali që takon ashensor çdo ditë. Edhe pastaj më ftoi për dalëm edhe kështu ka qenë historia. Dhe ja ku jemi sot. Po.